Në shëndetin seksual, si ndikon menopauza? Menopauza, ndër shenjat që përmendëm, tham që shkakton edhe tharje vaginale, mund të shkaktojë edhe ulje të dëshirës seksuale, të cilat patjetër reflektohen edhe në marrëdhënien në çift. Kështu që dhe te kjo pjesën e dytë jemi të mirë përgatitur dhe të kemi një mirëkuptim edhe në pjesën në raport me partnerin, sepse kjo është një fazë që është një fazë tranzitore që me mikimet e duhura, me ndihmën e dur, patjetër që përjetohet më lehtë dhe çdo grua mund të gjejë atë ekuilibrin e vet me pak ndihmë. Por është një fazë që do pak durim, do një parapërgatitje dhe do durim. Përveç menopauzës, një sëmundje tjetër që shpesh është edhe e patrajtuar është endometrioza. A kanë këto të dyja lidhje me njëra tjetrën?